Pas një udhëtimi në për disa shtetet e Europës, kolona për Palestinën u ndal edhe në Shkodër. Nisma bashkon aktivist, vullnetar dhe qytetar nga vende të ndryshme me synimin për të mbështetur dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza. Sot disa vëllezër dhe motra kanë ndërmarrë këtë udhë për ta shtrirë dorën e ndihmës ndaj një populli që po përjeton dhimbje e poshtërim përtej imagjinatës. Po përjeton një gjenocid. Ne shqiptar jemi lavdruar në gjithë botë sepse gjithmonë kemi treguar solidaritet për çdo popull. Pjesë e kolonës janë bërë aktivist nga gjithë bota. Siamo italiani per la Palestina. Jemi italianët për Palestinën, në këtë iniciativë të bukur për të kërkuar ndihmë për Palestinën. Shpresoj që të gjithë popujt e botës të bashkohen. Duhet të qëndrojmë urtë kur fëmijët po flen gjumë, ndërsa kur fëmijët vriten, atëherë duhet të ulërasim fort. Where is the humanity? Nuk ka humanitet. Njerëzit, Evropa, askush nuk është aty. I shikojnë nga larg. Është një situatë e vështirë, aty ku po vriten fëmijë dhe askush nuk reagon. Duhet të bashkohemi. I'm Palestinian and I'm coming from Geneva. On jam nga Palestina dhe jetoj në Gjenevë, në Zvicër, aty ku themelua konventa e të drejtave të njeriut, por ne nuk duhet të presim vendimet e qeverive, duhet të solidarizohemi të gjithë njerëzit së bashku. Pas ndalesës në Shqipëri, kolona për Palestinën vjon udhëtimin drejt Greqisë e pastaj Turqisë, si pjesë e itinerarit të saj, me synimin për të vazhduar më pas drejt Palestinës.